Kjo është historia pra, edhe te Partia Demokratike. Imagjino çfarë ka heqë Partia Demokratike. Që nga 80 orë që i kam qenë unë. Që nga 80 orë jam qenë studenti i dhjetorit atë kohë me bashkëfushatarët e mi, 20 vjeç, sa që ishim në atë kohë, kemi pa më 20 vjeç, kalamaj, edhe lëvizim, edhe e kam thënë herë tjetër, kam thënë dhe Skënder Gjenushi në parlament, më kujtohet. Skënder Gjenushi ishte në atë kohë ministri i arsimit. Ke parasysh se ti ke qenë çon Tirana, i madh me ato që ka qenë polonezi i Ministrisë Shkollës së Sigurimit të Saugut, që ka qenë polonezi i Bushtat që shënon më me si numër citar që sot, ka qenë Piero Kondit, ka qenë Lami Gekpriti një Volvo 740, ka që makinë ka qenë Tirana tëra. Piero Kondi, ka qenë dhe këto të Peugeot e ngjyrë Patligjon. E kësaj, Lenga Çukës. Po, Lenga Çukës edhe si në Gjenushi më me si sot. Edhe mbasi ne na futën drug tuke dispanseria, ka qenë një ves shiu shumë e hodhë, edhe sot aty ku është ambasada amerikane, ke dispanseria mrapa janë bë pallate, po ka qenë fushë, që lushin futboll të kujtohet. Me gropa ka qenë që madhe dhe ujë bilës, si thashë. Midis muzeumit Lenin, Stalin edhe Asadit Stalione që ishte në atë kohë. Nga aty kemi marrë vrapin e nuk dishin se sa hynë për shtëpia atë, sa na hynë forcë speciale që ishin në Mdajak. Kur kemi vajt, unë kam qenë godina 14 bashkë me Zemajdarin, se ka qenë 2 vjet poshtë meje, po pavarësisht ishte në moshë, po i madh, po kisha ardhur më vonë në shkollë edhe shok tjerë. Nuk e harroj. Kur ka ardhur makina, pa njifshi makinën e atëherë kur daloi Skënder Gjenushi aty, dhe më tha, "Ku student jeni ju?" I thamë ne jemi të drejtësisë. Po të që kërkojnë pa drejtësi ku janë, thamë. Nuk e harroj. Pra qy aty, ishin gjërat edhe filloi lëvizja. Tani nuk mund të harroj momentin kur u kthy me 11 dhjetor, kur u kthy nga Ramizalia delegacioni, që ne me shkrepse, se çakmak kishin atë kohë. Ke parasysh në ato shkrepse kishin, gjërat edhe lidhim balta madhe gjithë që kemi qatë gjithë që ju krijo, kur doli numri i parë i Lindjes Demokratike, pastaj kur fillon problemet, fillon brylat, fillon gjërat. Pra, nga ajo ditë, pra grupa ajo Partia Demokratike nga ajo ditë, dhe deri sot shkret nuk ka gjet rehati. Biles sot njëri aty ke parlamenti, disim thamo deputet thamo. Se dhe mos i dukesh ti tash po mirë kështu gjëra. Disim dukesh ti thamo, haj tash, që është socialist ai. Sa tim dukesh as i drejtora Golli, thash unë drejtora Golli, nuk jam i tash, se unë nuk kam pas mend drejtora Golli, tash as ai gjeni, normalisht i letrave gjë. Po më duket si drejtora Golli atëherë që shashi me nanca, që thoshte partisë punës atëherë që duhet ndërformuar gjë. Edhe ti tha kështu baba, tha që po i thotë ora, në kohë që këto tha, po ngeli tha në këtë lloj mizerabiliteti gjëra. Ne gjë të thash, dëgjoj. Rëndësishme që njeriu do të bëj atë çka ndjen dhe të jetë i qendrëgjegjen e vet. Dhe unë dal tu tek ajo që thatë ju që s'kam bërë. Unë them që kontributin tim e ka dhënë shpesh. Po të flisja sot, pse nuk u njihën zëra. Po pikërisht do ta shpjegoj. Gjendjen e rëndë kësaj partie. Pikërisht do ta shpjegoj. S'ka liri, ta themi sot, nuk ka liri për në parti. Do ta shpjegoj këtë. Pikërisht unë nuk kam folur sot, se po të flisja sot, që më cënu interesat mia në thojza që nuk më kanë duan, as disë mbyllur, as listë hapur, që jam lutur për listë hapur, do thosh pastaj ora ky njeri nuk foli. Por mund ta filloj historinë nga 2007. Jam deputeti i parë në 2007 bashkë me një grup tjetër kolegët, me Recep Pukun, me Besim Mustafajin, me Paldaqin, me Salih Shehun, me Sami Gjegji, me Borja Leskajn, nuk më kujtohen edhe shumë emra tjerë, të cilët kemi kundërshtuar në mënyrë të hapur, të fuqishme, atë marrëveshje që kërkoi nga majoranca së herës që ishim ne, Partia Demokratike dhe Berisha kryeministri dhe kryetare Josefina Topalli, që donin që të zgjidhej presidenti i Republikës Fatos Nano. Me një shumicë cilësuar, sepse nuk kishin votat realisht, me 84 vota që ishin atë kohë, shumicë cilësuar. Ne kishim 77, mos gaboj 78 deputet, dhe dushin dhe të tjerat. Por morali im politik nuk mund të më lejote absolutisht që 2 vjet përpara, ne kishim luftuar, kishim fituar përballë PS-s e Fatos Nanos, dhe që karta e fort e fuqishme atëherë 2005 rrethimit Berishës ka qenë karta antikorrupsion. Antikorrupsion po. Dhe ne të prapë unë pranoja tani që të vishim ato stanë tash. Një që ishte për korrupsion. Nuk e kanë pranuar një gjë të tillë dhe nuk e kanë pranuar as pranojmë. Dhe të gjithë grupi jon kemi ngurur ajo që ndodhi atëherë që u zgjodh Bamir Topi, president i Republikës në atë kohë. E para. E dyta, s'mund të harroj 21 prillit të vitit 2008. Përsëri morali im politik, që ngelim prapë më pak, kam ngel vetëm unë, Recep Puka, Besim Mustafaj, Borja Leskaj dhe Sami Gjegji, të cilët nuk kemi votuar ndryshimin kushtetues së 1 prillit 2008-s. Në një kohë që morali im politik pse?
sepse ne ishim sistem magjoritar. Pse? Sepse e djata fitote me figura, nuk fitote me sigël, se ne humshim bashkitë të mëdha, fitoshin komunat e vogla sepse figura të politike të forta të tonët dhe kishin një balancim të pushtetit pastaj, vendor dhe më e forta, s'mund të pranoj dot kur morali i politik që pa tha flokët atyre 26 viktimave, fëmijëve grave të gërdesë mes 15 mars dhe 21 prill të votoja një bashkëtesë, një martesë PS PD, nuk e ka pranuar dhe ka votuar kundra.